Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e botrave, për të mirat e panumërta që na i ka dhuru, që në Islam na ka udhëzu dhe me Islam na ka nderu. Salavatet dhe selamet më të përzemërta ja dërgojmë Zotriut njerëzisë dhe vulës profecisë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij, bujar dhe besnik, dhe gjithë atyre që vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tij me seriozitet dhe sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në hutben e kalume kemi fol për 3 gjëra që Allahu subhanahu wa ta'ala i urren për ne, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa ankaha Allahu lakum", pra qila wa qal wa akthara as-sual wa ida'at al-mal. Allahu subhanahu wa ta'ala i urren 3 gjëra për ju që ti punoni. Pra në një kemi thonë thasha themet, qila wa qal, pra thasha themet, akthara as-sual, pyetjet e shumta që janë vetëm për sharr, wa ida'at al-mal, dhe shpërdorimin e pasurisë. Ndërsa në hutben e sotme do të flasim për një nga dhuratat e mëdhaja që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhuru robërve të tij. Ajo, vëllezër të nderuar, është dera e istigfarit, dera e kërkimit falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kërkimi falje tek Allahu subhanahu wa ta'ala për mëkatet që ne i kemi bë, është, vëllezër të nderuar, çelësi që me arrit mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Është burimi i bereqetit, është burimi i paqes dhe i qetësisë shpirtërore, si dhe është rruga e suksesit në këtë botë dhe në botën tjetër. Në një kohë ku njerëzit janë të mbushur me shqetësime, me ankthe, me depresione, me strese të ndryshme, harrojnë në shumicën e rasteve se zgjedhja për gjithë këto halle, për gjithë këto probleme është afër tyne. Është, pra zgjedhja e gjithë këtyre gjendet vetëm në një fjalë shumë të shkurtë dhe të thjeshtë, mirë po me kuptim të madh. E që ajo fjalë, vëllezër të nderuar, është fjala astaghfirullah. Pra që do të thotë kërkoj falje nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo fjalë që hap derën e mëshirës së Allahut subhanahu wa ta'ala, e kthen njeriun pranë Zotit të tij dhe i jep njeriut një zemër të pastër dhe shpirt të qetë. Allahu subhanahu wa ta'ala, ta përkujtojmë pra 3 ajete ku Allahu subhanahu wa ta'ala i cekën në Kur'an, ku thot, pra فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Nuhu alayhis salam i tha popullit të tij, kërkoni, i tha, falje tek Allahu subhanahu wa ta'ala, se me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala i fal mëkatet. Allahu subhanahu wa ta'ala është falës i madh dhe një nga emrat e tij të bukur është pra Ghaffar, ai që i fal mëkatet. Dhe i tha Nuhu popullit të tij, kërkoni falje tek Allahu se ai ju fal mëkatet. Dhe pas kërkimit faljes tek Allahu subhanahu wa ta'ala, i tha yursilis samaa aleikum midrara. Pasi që do të kërkoni ju falje tek Allahu me seriozitet dhe sinqeritet, Allahu subhanahu wa ta'ala do të zbres shi për ju nga qielli. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ju shtoj juve pasurin, do t'ju shtoj juve fëmijët dhe do t'ju jap Allahu subhanahu wa ta'ala xhennete dhe lumenj. Pra e gjithë këto paskuj, pasi që të kërkoni falje tek Allahu për mëkatet që i keni bë me pendim të sinqert, Allahu, vëllezër të nderuar, ka me ju ta keni ditën se ka me ju begatu me begatit mëdhaja, siç thot dhe garanton ai vetë në Kur'an, ku thot ka me zbrit shiun nga qielli,
kam me ju begatu me pasuri dhe me fëmijë dhe ka me na lumturu Allahu me xhennete dhe me lumenj. Vëllezër të nderuam, kërkimi falje tek Allahu subhanahu wa taala është shkak për zbritjen e begative të shumta në këtë botë dhe në botën tjetër. Kur njerëzit kanë me u kthy Allahut subhanahu wa taala me pendim sinqert, Allahu ka mi hap dyert e qiellit dhe tokës për ta. Ndërsa kur njerëzit kanë me vazhdu me mëkatu dhe nuk kanë me kërku falje tek Allahu, Allahu ka mi bloku dyert nga ku atyne i vijnë begatit dhe lumturit. Vëllezër të nderuam, thuhet se në kohët e mëhershme një popull ishte godit nga fatësira e madhe. Dhe i popull, pra i tëri kishte dalë në vendin ku adhurojshin Allahun subhanahu wa taala me ju lut Allahut që Allahu me zbrit shi mbi ta. Dhe dolën gjithë pra në vendin ku ju lutshin Allahut subhanahu wa taala dhe vazhdimisht vazhdojshin duke ju lut, mirë po Allahu subhanahu wa taala nuk po ja pramonte duan. Dhe një pejgamber nga mesi i tyne, që nga transmetimet thohet se ishte pejgamber nga Benu Israilët, donte me mësu shkakun se pse Allahu nuk po ja pramonte duan. Dhe Allahu subhanahu wa taala shpalli duke i thënë, në mesin tuj është një njeri që vazhdimisht mu më bën mëkate, më sfidon mu me mëkate, dhe shkaku i tij unë nuk jam duke zbrit shiun mbi ju. Dhe ky pejgamber doshti me mësu se cili është ai njeri që mi largun nga populli. Mirë po Allahu subhanahu wa taala nuk i tregoj, sepse Allahu i mbulon, i mshefën tmetat dhe mëkatet e robërve të vetë. Mirë po ky pejgamber doli në mesin e popullit ti dhe tha, në mesin ton tha është njeri që për shkak të mëkateve tia Allahu subhanahu wa taala nuk është duke zbrit shiun mbi ne. Dhe ai njeri e kuptoi se kush ishte dhe ju pendu Allahut subhanahu wa taala me një pendim të sinqert dhe duke ju lut Allahut që Allahu mos mi turpnu para tjerëve. Dhe në ato momente, vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala e zbriti shiun mbi atë popull. Dhe ky pejgamberi donte, i tha pra Allahut subhanahu wa taala, shiu zbriti, mirë po nuk e morr me vesh se kush ishte ai njeriu. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala i tha, unë nuk ta tregova se kush ishte duke qenë mëkatar, a do ta tregoj tash që ai është bë mik i mëshirës time. Pra vëllezër të nderuam, nga ky tregim mundemi qartë me kuptu se shumë begatit mëdhaja në ndërpriten si shkak i kuj, si shkak i mëkateve tona. Shumë njerëz ankohen duke thonë është mbyll risku, nuk kam bereqet në pasuni, nuk më ecin punt në jetë, çka do që baj, më kthehet pës mrapçit. Mirë po harrojnë se shkak i gjithë tyre janë mëkatet që ato i veprojnë dita e ditës. Allahu subhanahu wa taala, vëllezër të nderuam, e ndryshon gjendjen e shoqënisë kur ato të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht dhe më nuk kthehen tek mëkatet që i kanë bë. Vëllezër të nderuam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, innal abda la yuhramu rizqa bidhanbi yusibuhu. Thot, njeriu thot privohet nga risku për shkak të mëkateve që ai i ka vepruar. Dhe Ibn Rajab bin Hambeli kur e komenton këtë hadith, thot, tregon pra se mëkatet ndikojnë drejt për drejt që njeriu të begatohet me risk dhe me bereqet në jetën e tij. Mëkatet janë shkaku kryesor që njeriu të me janal në këtë botë riskun dhe bereqetin. Mirë po thot, edhe nëse Allahu njeriu i ka dhënë risk, mundet që me ja hub bereqetin atij risk, e që ky është privimi më i madh pra nga Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuam, Allahu subhanahu wa taala thot në një ajet kuranor, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum
wa ya'fu an kathir. Pra, çfarëdo fatkeqësie thot që ju godet, është si shkak i asaj që kanë punu duart e juaja. Është si shkak i veprave, i mëkateve tuaja, mirë po Allahu subhanahu wa taala thot i fal shumicën. Vëllezër të nderuam, musibet në këtë ajet kalen pra çdo fatkeqësi që mund të na godas në këtë botë, sin pasuri, sin familje, sin evlat, sin shnet. Pra çdo fatkeqësi thot Allahu që ju godet është si shkak i kuj, si shkak i mëkateve tuaja që keni bë, mirë po Allahu thot i fal shumicën, sepse Allahu ba me na ndëshku për çdo mëkat që ne e veprojmë, na u kishim zhduk që shkur nga sipërfaqja e tokës. Mirë po Allahu subhanahu wa taala shumicën e mëkateve po na i fal ka. Vëllezër të nderuam, dietarët kanë thënë se istighfari, pra kërkimi i faljes tek Allahu subhanahu wa taala, ka dobi të shumta. Mirë po do t'i cekim vetëm disa që mos ta zgjatojmë. E para është fshirja e mëkateve. Ku dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kush bën thot istighfar shpesh, pra kush i kërkon falje Allahut subhanahu wa taala shpesh, e mban gjuhën e tij të lagun me kërkim falje, duke thënë astaghfirullah, subhanallahi wa bihamdihi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu atij njeri do t'i jap lehtësim nga çdo vështirësi. Do t'i jap rrugdalje nga çdo shqetësim dhe do t'i jap thot Allahu rizq nga ku ai njeri nuk e pret. E para pra fshin mëkatet. E dyta hapja, pra hapin dyert e rrezikut dhe të bereqetit. Siç pam dhe në ajetin më herët ku Allahu subhanahu wa taala tha që kur njeriu kërkon falje, Allahu do ta furnizoj me pasuni, me fëmijë, me xhennete dhe me lumenj. Vëllezër të nderuam, e treta është që kërkim falja tek Allahu njeriu i jep qetësi shpirtërore dhe ja largon ankthin dhe streset dhe brengat. Siç thot dhe Ibn Qayyim el-Jauzi, Allahu e mëshiroft, thot mëkati e lë njeriu të vetmuar nga Allahu. Për këtë dhe njerëzit binë në strese, në ankthë dhe depresione, sepse mëkatet i largojnë ata nga krijuesi i gjithësisë. Mirë po thot istighfari e afron njeriu tek Allahu dhe e mbush atë me dritë. Dhe e katërta është që kërkim falja tek Allahu është shërim nga çdo sprov dhe nga çdo sëmundje, siç kanë thënë disa selef, kur më kaplon të ndonjë sprov, e shtoja istighfarin dhe Allahu subhanahu wa taala më çlironte nga ajo sprov. Vëllezër të nderuam, kemi një shembull të Hasan el-Basriut, një dietar që ishte nga tabiinët. Dhe një njeri shkoi tek ai për mu këshillu dhe i tha, kam thatësirë në tokën time, çka mund të bëj? Dhe ky dietar i madh tha, kërko falje tek Allahu për mëkatet që i ke bë. Kërkoj istighfar sa më shumë. Shkoi një njeri tjetër dhe i tha, nuk po mundem me pas fëmijë. Dhe ky i tha, kërko falje tek Allahu subhanahu wa taala për mëkatet që i ke bë. Shkoi një njeri tjetër dhe i tha, po kam varfëri. Kërko falje, i tha, tek Allahu për mëkatet që i ke bë. Dhe dikush nga mesi i tyre e pyeti pse gjithmonë, i tha, për çdo pyetje e jep të njëjtën përgjigje. Dhe i tha, a nuk e ke ndëgju fjalën e Allahut subhanahu wa taala tek surja Nuh, ku Allahu subhanahu wa taala tha, pra atyne që kërkojnë falje, do t'i begatoj me fëmijë, me pasuri dhe me xhennete. Pra vëllezër të nderuam, kur themi astaghfirullah, duhet të ndjejmë se jemi përpara Allahut subhanahu wa taala. Duhet jemi, jo vetëm ta themi me gojë, por t'jemi të tërpërumon për gabimet që i kemi bë, dhe t'jemi të sinqert me pendim. Dhe kryesorja e pendimit është që ma njeriu mos të kthehet në atë mëkat që e ka bë më herët. Vëllezër të nderuam, mos ta shtym pra kërkimin falje tek Allahu për më vonë, sepse mëkati është si zjarri që i djeg drut
mëkatet e djegin shpirtin e njeriut. Ibn Mesudi, Allahu e mëshiroft, ka thonë, besimtari thot, i sheh mëkatet e vogla tijat si një mal, thot, që munden me ra përmi te. Ndërsa hipokriti thot mëkatet i shef si një mis, thot, që kalen pran hundës ti. Andaj mos ta anashkalom asnjë mëkat sa do i vogël që tjetaj, por të kërkom falje tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe zërë të ndarum, mos ta lem që mëkatet e voglat na pengojnë në adhurim. T'jemi ditun se mëkatet e erësojnë zemrën e njeriut. Mëkatet e bojnë njeriun dembel në namazin e tij dhe mëkatet e largojnë njeriun nga dhikri dhe nga Kurani. Se cili njeri që thot do të falem, mirë po nuk mundet, nuk i mundsohet që mu fal, ta din se kjo pengesë është nga mëkatet e tija. Dhe zërë të nderuam, kur zemra rëndohet me mëkate, edhe namazi i njeriut, pra edhe i atij që falet, bëhet pashije dhe duaja nuk pranohet. Andaj, e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na bëj prej atyne që e kujtojmë shpesh atë dhe kërkom falje tek ai nga mëkatet që i kemi bë. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na i pastroj zemrat tona, të na i fal mëkatet tona, të na i shtoj begatit dhe të na udhëzoj në rrugën e pendimit sinqert. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na fal neve, që të na fal prindërve tonë dhe t'i fal Allahu subhanahu wa taala gjithë ato paraardhësit tonë që janë bërë sebeb që kjo dritë e Islamit me ardhë deri tek ne. E lusim Allahun subhanahu wa taala që kështu siç na ka bashkuar këtë ditë xumaje, Allahu subhanahu wa taala na bashkojnë në Jannatul Firdaus me shahida, me pejgamber dhe me njerëz të mirë. Thuani amin, amin, wa quli qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.